Projekt vendim për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetës Belinda Balluku. 47 vota pro, 0 abstenim, 82 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Parlamenti rrëzoi me 82 vota të mazhorancës dhe socialdemokratëve kërkesën e SPAK për arrestimin e deputetes Belinda Balluku. Ashtu siç e kishin paralajmëruar, socialistët i qëndruan argumentave të tyre se ky vendim nuk pengon hetimin e prokurorisë së posaçme. Masa është respektuar plotësisht. Nuk janë identifikuar rrethanat të reja që ta justifikojnë vendosin e kësaj mase. Akuza ngelet po e njëjta, ajo është shkeljes barazisë tendra dhe jo akuzë korrupsioni. Nuk ka akuzë për pengim të drejtësisë. Ky qëndrim i yni sot t'jeni të bindur që nuk ndikon në vijimin e hetimit penal. 47 votat e opozitës ishin pak për të miratuar raportin e tyre për shpërsimin e masës së sigurisë ndaj Ballukut. Mosdhënia e autorizimit është një akt i cili komprometon tërësisht autoritetin dhe legitimitetin e parlamentit në sytë e publikut. Dyshimi i arsyeshëm për kryerjen e veprave penale në të paktën 11 fakte penale ekziston dhe ai është i bazuar në prova, 80 prova, që prokuroria i ka paraqitur në mënyrë shtruese në kuvend. Deputetja Balluku nuk u paraqit në seancë dhe në këtë mënyrë nuk shfrytëzoi foltoren e parlamentit për të thënë fjalën e saj. Punimeve të kësaj seance ju bashkua kryeministri Edi Rama, teksa nga socialistët munguan Elisa Spiropali, Fatmir Xhafaj dhe Blendi Gonxha.